I shumë kërkuari i prokurorisë së posaçme Ermal Beshiri është ndaluar këtë të martë në Francë. SPAK ka caktuar më herët ndaj biznesmenit masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që pritet ekstradimi i tij drejt Shqipërisë. Masa u lëshua pas hetimeve të SPAK për abuzimet me tendera të zhvilluara në institucionit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSH. Sipas hetimeve, në tetor të vitit 2024, kompania Soft Solution (SHPK) në pronësi të Ermal Beshirit u shpall fituese me vlerë të ofertës 3.1 milion e një tenderi të AKSH-it. Gjithashtu atij janë sekuestruar 10 pasuri dhe disa llogari bankare të tij dhe ndaj subjekteve, mes tyre trualla ndërtesa në Vlorë, Tiranë, Golem, biznese dhe automjete. Beshira i dyshohej për veprat penale, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Më vonë i është shtuar dhe akuza e korrupsionit.